Plazhet e Lezhës do t'jenë kryesisht publike me shumicën e tyre të administruara nga Bashkia e Lezhës. Kjo nismë synon të sigurojë akses të lirë dhe të rregulluar për pushuesit, duke shmangur abuzimet dhe saptimet private të hapësirave bregdetare. Çmimi i çadrave do të variojë nga 300 deri në 500 lekë, duke ofruar një alternativë të përballueshme për të gjithë. Për menaxhimin e plazheve, Bashkia ka ngritur një strukturë të dedikuar, e cila do të funksionojë si njësi shërbimi duke garantuar mirëmbajtjen dhe sigurinë e zonave publike. Kryetari i Bashkisë Pirin Dreu thotë se nuk do të ketë më shezllone të rezervuar për beach bare, duke dhënë fund monopoleve të bizneseve që kufizonin hapësirën për pushuesit, dhe kjo njësi vendore do të ketë të gjithë infrastrukturën që u nevojitet këtyre stacione plazhi. Që në rastin e Lezhës janë mbi 80%, administrohen nga Bashkia në gjithë aspektet e saj. Kjo nuk do të thotë se gjitha plazhet do jenë të ngarkuara me shezllone. Ne do të japim alternativë pushuesve, nëse duan apo s'duan. Nëse duan të marrin shezllon, do të kenë aty. Nëse s'duan, do të hyjnë do aksesojnë në zonën publike sipas mënyrës që vendosin ata, jo sipas mënyrës që vendosim ne. E para. E dyta, çmimi i shezlloneve do jetë i përcaktuar siç është marrë vendim në Këshill, por ka një tendencë abuzimi dhe keq interpretimi, sikur do jetë shumë i lartë dhe do jetë një histori e cila do t'i ngarkojë qytetarët me pagesa. Kjo është një përpjekje e hidhur për të hedhur balë mbi diçka e cila nuk do të ekzistojë. Çmimet do jenë shumë të ulta, do të jenë çmime tregu të konkurrueshme, por nuk do ka lidhje fare me çmimin e privatit. Bashkia do të marrë masa të plota për pastërtin, për koshat e mbeturinave, për bejoqet, për rrethimin e zonës sigurisë, për banjot, tualetet, për gjithçka i duhet një stacioni plazhi. Do ketë në zona të caktuara, në disa zona do ketë shezllone të palosura në një cep aty dhe është në zgjedhjen e klientit nëse do i marr apo s'do i marr, nëse do hyj në zonën publike pa shezllone ose me shezllone. Gjithë të pushuesve të cilët pretendojnë se gjithë zona është mbuluar me shezllone dhe ata nuk kanë ku pushojnë, tashi kanë gjithë drejtën e Zotit për të zgjedhur dhe për të zgjedhur me çmime shumë të ulta. Ata që dalin dhe i faturojnë bashkisë çmime në fantazitë e veta dhe thonë që do të jetë lart, do të zhgënjehen, siç janë zhgënjur gjithmonë me ne. Menaxhimi do jetë një menaxhim shumë i fortë, pretendoj të jemi të suksesshëm. Normalisht është përgjegjësi, do një organizim të fortë, do administrim shumë të fortë. Ne po marrim masat e nevojshme për të shkuar në një sistem të ri, i cili do eksperimentohet vitin e parë, por që në proces ka dhe problemet e veta, por që po mundohemi t'i ezarojmë. Shezllone do të lejohen vetëm për hotelet me një rregull të ri që lejon të vendosin maksimumi 2 fishin e numrit të llomave të tyre në çadra. Kjo mas do të kufizojë keqpërdorimin e hapësirës bregdetare dhe do të detyrojë hotelet të deklarojnë numrin e llomave, duke sjellë më shumë transparencë në sektorin e turizmit.